Qytetin nuk e ndryshoj, por skuadrën po. Nga ekipi i Gjilanit, Zekeria Ramadani kaloi te drita pas eksperiencës në futbollin arab. Trajneri nga Shkupi debutimin për intelektualët e pati ndaj Feronikelit 74 në Albi Superligën e Kosovës në futboll. E ish skuadrën e tij, ekipi drejtuar nga Ramadani e ndëshkoi pas 32 minutave. Blerim Krasniqi realizoi pasi pranoi pasimin nga Muharrem Jashari. Asistuesi u dyshua që ishte në pozicion jashtëloje, por pas rishikimit me VAR nuk doli të jetë ashtu. Drita nuk u mjaftua me vetëm këtë gol dhe shënoi sërish me anë të Blend Baftiut. Vendasit vijuan me aksione sulmuese edhe në pjesën e dytë, por portieri mysafir mbajti portën e paprekur. E pritjet e Meiraz bën që Nikli të rihap ndeshjen pas golit për 2-1. Abdul Zungrana ishte i qetë para portës kundërshtare. Ekipi nga Drenasi u hodh përpara në kërkim të barazimit, por e pranoi edhe një tjetër gol. Albin Prapashtica vullosi fitoren e dritës pas golit të tretë. Kjo fitore e ngjit për një pozitë dritën e cila qëndron pas Ballkanit në vendin e dytë. Feronikeli 74 ndërkohë zë pozitën e 8 në tabel.